veror kalon në Gafore. Duket se është dhe ajo që neve flasim ose e themi me kuptimin e plot të gjërave të mëdha që kemi ose çështjet e mëdha financiare, biznesi dhe shumë gjëra të tjera. Nuk është një muaj i përditshmërisë së thjeshtë, është një muaj i lëvizjeve të brendshme dhe të jashtme. Njerëzit fillojnë të mendojnë ndryshe, të flasin ndryshe, të marrin vendime që ndoshta pak kohë më parë nuk guxonin as t'i pranonin vetes këto gjëra. Informacioni rrjedh me shpejtësi, bisedat bëhen më intensive, kontaktet shtohen, por bashkë me të gjitha këto rritet edhe nevoja për të kuptuar se çfarë na përket vërtet dhe çfarë thjesht neve i përqendrohemi gjërave të mëdha. Qershori fillon me një karakter të fortë në lidhje me ndikimin e madh, sepse shenja e ajrit, kjo është shenja e binjakëve. Sezoni i binjakëve sjell lëvizje, lajme, udhëtime, komunikime, çështje tregtare, studime, negociata, ide të reja, por në këtë ndikim dhe në këtë shpejtësi të madhe që kanë në lidhje me çështje të mëdha, meqense kjo ka të bëjë shumë me uranin tashmë që ka kaluar në shenjën e